Nxjerrin të gjithë meshkujt para dyreve të shtëpisë dhe I ekzekutojnë në mënyrën më të rëndësishme. Para dyreve të familjes mbesin të vrarë polic serb dhe plagosët Recep Rexhepi. Prej atyre informatave kuptoj se një numër I madh I të vrarëve që nuk gjindeshin janë të familjarë tonë. 28 shkurti 98 më kujton fillimin e luftës për zgjerimin e Kosovës. Unë atë rastësisht nuk ndodhesha në shtëpi, isha në Prishtinë dhe me të kthyer në Drenas marrë vesh se në Likoshan ka pas luftime. Atë natë bujt e dajt në qikatorët e vjetër dhe të nesërmen kthehem bashkarisht me dajin me të cilin kishim qenë edhe atë natë kemi vëzhguar situatën prej malit e Kamenicës, ndërsa të nesërmen prej mëngjesit kemi qëndruar në malin e Kamenicës derisa janë tërhequr forcat serbe. Prej atij pozicioni që shihej se kishte forcat mëdha të okupatorit serb, të cilët kishin bllokuar hyrje dalje të fshatit Likoshan, ndërsa koncentrimi më I madh ishte në familjen Ahmeti. Këtu shihen autoblinda për rrethojës së shtëpive të familjes Ahmeti, edhe shihej në numër I madh I automjeteve dhe I teknikës tjetër luftarake që kishin sulmuar familjen. Qëndrojmë aty deri ka ora 15:30 me të tërhequr. Unë kthehem në familje dhe marr vesh se këtu ka pasur luftime, familja ju ka strehuar të plagosur Recep Rexhepi, I cili ndërkohë kishte ndruar jetë. Unë hyje identifikoj dhe një Recep Rexhepin për arsye se kishim edhe mik dhe I pyes familjarët se çfarë ka ndodhur. Ata më njoftojnë se para rreth orës 11 dikun ka pasur luftime të 6 lisat në Likoshan dikun, ndërsa tek familja jon rreth orës 12 ka qenë sulmi tjetër I një grupi tjetër të UÇK-s kundër policëve serb. Para dyreve të familjes mbesin të vrarë policë serb dhe plagosët Recep Rexhepi, të cilin e strehojnë familjarët e me Ahmeti dhe Gani Ahmeti në familjen tonë. Pas kësajna, dikun për rreth orës 15:15 sulmohet familja me teknikë të ndryshme luftarake, me helikopter, autoblinda dhe molohen dyert dhe I nxjerrin të gjithë moshkujt e familjes. Pastaj e gjejnë të plagosurin, I cili ndërkohë kishte ndruar jetë, I nxjerrin të gjithë meshkujt para dyreve të shtëpisë dhe I ekzekutojnë në mënyrën më të rëndësishme. Të thotë 28 shkurti vitit 98 më kupton fillimin e luftës dhe ditën ku për një ditë janë ekzekutuar 24 shqiptarë për lirinë e vendit të cilin ne sot po ekzekutojmë. Ka qenë zdrumë edhe një musafir? Në familjen tonë, atë ditë ka qëlluar musafir Behram Fazliu. Dhe unë kuptoj se mysafirin familjarët tonë kishin lutur që ai të largohet për shkak se nuk do dije se çfarë do të ndodhë me fatin e familjarëve tonë. Mirë, po ai kishte deklaruar se çfarë do të ndodhë me ju, le të ndodhë, nuk ka dashur që të largohet dhe bashkarisht me të 10 anëtarët e familjes tonë është ekzekutuar edhe mysafiri Behram Fazliu nga granica. Luftimet e para janë zhvilluar te 6 lisat e Likoshanit, ndërsa luftimet e dyta para dyreve të familjes Ahmeti, me qenë se këtu ka pasur luftime, janë mbetur policë të vrarë dhe strehuar ushtari UÇK-s Recep Rexhepi, pastaj forcat e mëdha serbe kanë sulmuar familjen tonë në shej hakmarrje për këtë akt dhe I kanë ekzekutuar. A e ka gjetë Rexhepi këtë familjen e ju? Policia serbe ka qëndruar gjatë, do të thotë prej 15:15 deri të nesërmen më shumë se 24 orë ka qenë familje. Çdo detaj është kontrolluar dhe s'ka pas asnjë elementi më I vogël që ka mujtë të jetë I fshehur. Domethënë, familja është sulmuar të shtunën prej orës 15:15, ndërsa janë tërhequr pas 24 orësh. Të nesërmen ka qenë rrethuar dhe Recep Rexhepi ka qenë I tërhequr në objektin Dems, këtu në venda në bërë. Lajmet e para I mora në Drenas se ka pas të shtëna në Likoshan. Ne nisemi bashkarisht me dajin Ramiz Dervishi, atë natë, vim deri në Kamenicë, bashkë dhe qëndrojmë deri në orët e vonë atë natës. Nuk mund të kuptohet asgjë sepse ishte errësirë dhe ishte një qetësi në të cilën nuk mund vrehej se ka diçka këtu. Na e dim se nuk kemi shansa të ofrohemi më afër dhe kthehemi bujt e dajt. Me të kthyer dëgjojmë lajmet në televizorin e atëhershëm dhe thuhet se në Likoshan ka të vrarë në lagjen kryesisht në lagjen ku ne jetojmë, ndërsa të nesërmen në mëngjes tash na kthehemi bashkarisht me dajin dhe me shumë qytetarë tjerë në të njëjtat pozicione. Shohim forcat mëdha dhe prej asaj që shihej, unë kisha përshtypjen se këtu brenda nuk dëgjoj asnjëri gjallë. Me të kthyer I shoh se pjesa tjetër e familjes nuk janë të gjallë dhe nuk e dishin se a janë ekzekutuar apo jo. Tash unë interesohem për fatin e tyre.
vrej gjurmë gjaku para dyrëve të shtëpisë në varr dhe prej informatave tjera kuptoj se çifti Naseri ishte vrarë Naser Xheli dhe Muhamet Xheli. Kuptojmë për Regjepin e vrarë që une u adërzoj familjarëve të tyre, më të kthyer këtë. Ndërsa ajo që thuhej ishte se numri i të ekzekutorëve ishte më i madh se sa ne këta që i kishim vrarë. Prej atyre informatave kuptoj se një numër i madh i të vrarëve që nuk gjindeshin janë familjarë tonë. Për ku ndodheshin e marrë vesh prej Kadri Xhelit, i cili kishte shkuar t'i merr Muhametin dhe Naserin në morgun e Prishtinës dhe me njofton se në morg qëndrojnë edhe të gjithë anëtarët e familjes sime të gjithë të ekzekutuar. Pastaj kanë kthy prej Vorrit. Në morg kanë shkuar u zhdart me shku me identifiku, pra se ekzekutimi ka qenë Iran, dhe të i pas parasysh rrethonat sulmin që është bë familjes, bashkëfshatarët me familjarët e mi kanë kërkuar që të mos shkojnë, por të shkojnë dikush në vend timin. Për t'i marrë kufumat ka shku mësuesi Gani Abdyli, Fetah Zymberi dhe Hasan Neziri. Fillimisht niset edhe Gani Maliqi, të gjithë nisen në drejtim të Komaranit. Në Komaran i kthejnë dhe me të kthyer, kthehen në Këshillin për mbrojtjen e drejtave të njerëzve, aty takojnë edhe Gani Lekun. Gani Leku shpreh gatishmërinë që ai të shkoj me një automjet më të lartë, por si tash dëshket të provojnë ka guri i plakës. Edhe tani kanë shku bashkarisht Gani Abdyli, Fetah Zymberi, Hasan Neziri dhe në vend të Gani Maliqit, i cili kishte një vetur më të vogël, tani ka shku Gani Leku. Të gjithë këta kanë shku në morgun e Prishtinës, i kanë identifiku kufumat dhe i kanë marrë. U kanë ndihmu në transportin e tyre dhe në bartjen, në ngarkimin e kamion, edhe një Regjep Gara, i cili kishte qenë punëtor në atë kohë në QKU. Bashkarisht i kanë sjell këto kufumat dhe janë varrosur me 3 mas të vitit 98, së bashkët 24 vrarë të asaj dite në Kodrën këtu përballë. Kjo do të shënon ndrejmin e epokave, prej luftës të pashpallur, luftës guerilën, luftë të hapur, dhe prej kësaj do të heqen maskat, ma kërkush se ka atë dronë sa duhet luftohet apo s'duhet, dhe solidariteti me këto familje me numër kaq të madh të vrarëve shprehet në varrimin e tyre, ku sipas asaj që shkruajnë mediat në atë kohë ka qenë mbi 400.000 pjesëmarrës në varrimin e tyre. Ajo që është deklaruar në atë kohë, dhe prej kësaj do të shënohet edhe fillimi i luftës, pastaj bëhet sulmi tjetër mbi familjen Jasharit 5-6 të 7 mars dhe vazhdon lufta deri në çlirimin përfundimtar. Për familjen tonë, rrahmja e 10 anëtarëve të familjes mysafir dhe gjithë 24 tjerëve është humbje e madhe, mirë po është edhe krenari sepse me gjakun e tyre është ndërtuar shteti i Kosovës, të cilin sot po e gëzojmë dhe urojmë që ta ndërtojmë dhe forcojmë ta bëjmë një shtet në të cilin do të kenë dëshirë të jetojnë shumë e shumë gjenerata pas nesh. Familja ju i ka dhënë shumë. Qysh është sot familja Ahmeti, po nuk ka pesa në xheru? Familja Ahmeti ka dhënë shumë, i ka dhënë 10 mashkuj, prej asaj dite neve jemi shtu edhe 7 mashkuj tjerë. Kemi shumë mbesa të cilët janë ngritur, janë shkolluar, punojnë në institucionet e Kosovës dhe e gëzojnë dirinë e vendit.